Keni bërë në ishë prezentim në reklam për STV? Si reklam për këtë lloj projekti? Jo. Bëda bëni sot. Se kështu tha e bëhet emisioni, nesër transmetohet emisioni dhe pastaj neve bëjmë një spot. Sot dhe nesër? Bëjmë një, domethënë nga biseda marrim pjesën gjithë paradite. Si bën ju, se kështu tha Tori, sot në bazite, nesër. Që ta din njerëzit. Që ta presin nesër në darkë. Qa ore jepni? Në orën 9 të darkë. Miq të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur këtu në studiot e televizionit Apollon. Është në nderin tim që të prezantoj të ftuarin e mbrëmjes së sotme, ai është pikërisht zoti Agron Xoxa, këshilltar pranë Ministrisë së Kulturës. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Zoti Xoxa, Bashkimi Komuniteti Evropian si çdo vit ka ardhur dhe këtë vit me një mori projektesh të reja, pra një program bashkëpunimi mes vendeve të Adriatikut. Cili është ky projekt, çfarë mban në vetvete, çfarë është në thelb dhe ku konsiston tek e fundit? Po, atëre, siç e thatë dhe juve, Komiteti Evropian organizon çdo 3 apo 5 vjet disa programe, të cilat shpallen si programe dhe pastaj kthehen në projekte në bazë të një aplikimi i cili sigurisht është një fazë më vete. Besoj se publiku apo spektatori i njeh këto projekte, ato kanë qenë dikur apo në 3 vjeçarin e kaluar me titullin Interreg, pra që do thotë projekte ndërmjet lokalitete apo rajoneve të ndryshme, sidomos të gjithë zonës së Adriatikut. Edhe në këtë rast, pra projekte e reja të cilët do të shpallen shumë shpejt, është një vazhdim i këtyre projekteve pra të Interregut. Quhet programi i bashkëpunimit për Bregdetin e Adriatikut, kap edhe pak nga Bregdeti i Jonit, sepse në të është edhe një pjesë e Bregdetit shumë e vogël e Greqisë, siç është krajina e Despotisë dhe Korfuzit. Atëherë, siç do ta shihni, mund ta shihni edhe në këto tabelat që janë këtu. Fokusoj dhe operatori. Projekti përfshin gjithë, se mi përja u shpjegoj kështu, gjithë këtë zonë të Adriatikut, duke filluar nga ngushtica Otrantos, pra nga Otranto, gjithë Bregdetin italian, fullet pasaj në Sloveni, Kroaci, Bosnjë Hercegovinë, Malizi dhe Shqipëri. Këto janë projekte të cilët kanë një buxhet europian i ndarë në 2 pjesë. Është buxheti i zhvillimit për rajonet dhe pikërisht buxheti konkretisht për këtë program që quhet programi IPA. Tash çdo më thënë ose si mundet që të kemi një njohuri më të detajuar të këtij projekti dhe çfarë përbën. Komiteti Evropian pra për të zhvilluar këto zona dhe zhvillimi bëhet gjithmonë me projekte, natyrisht që hedh gjithmonë në konkurs për të aplikuar, për të fituar këto fonde, operatorë të ndryshëm, por ka një filozofi. Filozofia e koncepti kryesor i Bashkimit Evropian është kooperimi, pra bashkëpunimi. Dhe rregulli bazë i këtij projekti, siç ka qenë edhe në projektet Interreg, është që të paktën duhet të jenë 3 nga vendet që unë sapo citova. Natyrisht që kjo kërkon një mirëkuptim dhe një bashkëpunim prefillestar, sepse në rast se konkursi do të shpallet shumë shpejt brenda muajit shkurt, kuptohet që në gjithë këtë kohë që ne po flasim deri në muajin shkurt, në fund muajit shkurt kur do shpallen
aplikimet, natyrisht që duhet bërë një punë paraprake. Sepse është tepër e vështirë pastaj të aplikosh. Aplikimi është një procedurë mjaft e ndërlikuar dhe e komplikuar në kuptimin që kërkon një sër formatesh, një sër dokumentacionesh, një sër bashkëpunime të cilët janë të shprehura në dokumente, pra secili nga partnerët duhet të ketë nënshkruar e tjera e tjera. Gjithë kjo proces parashikon pra një procedurë apo një afat i cili sigurisht që kalon një muaj apo dhe 2 muaj. Në fakt, nëse flasim për fazë përgatitore, që i takon të jetë rreth 1 muaj e gjysmë, apo jo? Ku konsiston ose cila është puna që duhet bërë për aplikim, si mund të aplikohet në rast se duhet? Po, tashmë në përgjithësi është ndarë një material, i cili është materialet të cilit juve shihni si bazë, është një material goxha voluminos, por ky është thjesht një material njohës. Kur them njohës, do me thënë që brenda tij janë rregullat bazë dhe se si aplikohet, kush do të jenë grupet monitorues dhe se si do të ndahen të gjithë fondet e Komunitetit Evropian në të gjitha fazat e tij, sepse ky është një projekt apo një program i cili zgjat 3 vjet. Pra, ishte parashikuar të fillojë në 2007 deri në 2010, do të fillojë në vitin 2010, pra në rast se do të aplikohet, tash sigurisht që aprovimi do të kërkojë një afatës 5 mujore, pra flasim për fillimin e vitit 2010 dhe në 2013 do të vazhdoj ky program. Sigurisht që në momentin që do të shpallet programi dhe konkursi, zakonisht të lihet një afat i shkurtër rreth 1 muaj. Në këtë 1 muaj sigurisht një fazë shumë intensive dhe shumë shpejt, shumë operatorë, shumë bashkëpunëtorë, institucione, qoftë nga Italia, qoftë nga Greqia, qoftë nga Kroacia, Slovenia, sigurisht do të vinë edhe në Shqipëri, do të kërkojnë bashkëpunim me partnerë shqiptar dhe natyrisht pse jo, edhe partnerë shqiptar, duke bërë edhe këtë lajmëri mund të vlejë që ata për shembull të interesohen që në këtë moment që të kërkojnë sa më shpejt të mundur partnerë të mundshëm për të zhvilluar konceptet e tyre në bazë të një formati evropian siç janë këto programe. Tashi, jo të gjithë këto vende që unë thash, jo të gjitha, si thua, rajonet e këtyre vendeve futen në këtë projekt. Sepse siç thash, futen ato vende të cilët preken nga Adriatiku dhe një pjesë shumë e vogël e detit jon. Pra, kur them Bregdeti italian, pra gjithë Bregdeti italian, nuk flas për Bregdetin e detit Tirren apo pjesë të Lombardisë e tjera, por flas për të gjithë ato krahina të cilët i kap pikërisht ky Bregdet. Po kështu edhe për Kroacinë, Sloveninë, Malezi e tjerë. Për Shqipërinë, jo gjithë Shqipëria futet në këtë program. Dhe këtu do thosha që në fillim, ajo që është vërtet për të nënvizuar është që në këtë program, siç do ta shihni edhe pikërisht në këtë fletën këtu, zonat e Shqipërisë i futen në këtë program. Po lutem që ta fokusojmë edhe kamerat. Fillojmë pikërisht me qytetin e Firit, pra me gjithë rajonin e Firit. Pse kjo? Pavarësisht se Firi nuk ka dalje në Adriatik, megjithatë Firi duke qenë që ka qenë një nga rajonet me një aktivitet në mjaft të ngjeshur në shumë drejtime, pra jo vetëm ekonomik, zhvillimi ekonomik e tjera, po edhe në atë të trashëgimisë kulturore, sepse një pjesë e këtyre fondeve, të mira të këtyre fondeve do të shkojnë pikërisht për trashëgiminë kulturore dhe për zhvillimin e kulturës nëpër sitet arkeologjike. Dhe pra flasi jo më kot është i Fieri si qytet i parë apo qyteti kryesor i cili pastaj pasohet qoftë nga qytetet si Durrësi, Lezhë, Shkodra, Vlora edhe Tirana. Dhe është momenti që sigurisht që të gjithë institucionet e Fierit dhe gjithë partnerët apo operatorët e Fierit të interesohen, të informohen. Pranë bashkisë së Fierit gjendet një material i plot i këtij projekti në mënyrë që ata të munden të interesohen, të informohen për partnerë të mundshëm. Meqense jemi tek thirrja që ju sapo bët, mund të interesohen të gjitha ata individ apo të gjitha ato subjekte që paraqesin interes dhe ku është përfitimi i këtij lloji subjekti apo këtij lloji individi. Nëse flasim për zhvillim kulturor apo për etapat e trashëgimisë. Atëherë,
Unë po bëj një pasqyrë shumë të shkurtër të mënyrës se si do të mbështetet ky projekt. Siç thash, në 3 vjet, gjithë projekti do të ndarë nga 2 fonde apo 2 buxhete kryesore europian. Është ai fondi i zhvillimit rajonal i Komitetit Evropian, që është për rajonet të veçanta, dhe programi IPA, pra pikërisht ky program që po flasim për bashkëpunimin e gjithë zonave të Adriatikut. Gjithsej, gjithë projekti në 3 vjet do të mbështetet me 128.120 milion euro. Pra është një shifër mjaft e konsiderueshme. Dhe më pas, juve e keni edhe këtu, kameramani mund ta fiksoj duke patur një ide shumë të parafort, ky buxhet pasaj sigurisht që ndahet në disa prioritete kryesore, dhe prioritetet kryesore janë zhvillimi institucional, zhvillimi i bashkëpunimit institucional midis këtyre vendeve. Prioritet tjetër kryesor është zhvillimi i rezervave kulturore dhe natyrore, që hyn trashëgimia kulturore, sidhet arkeologjike dhe gjithçka tjetër që futet pikërisht në këtë term. Një tjetër prioritet është krijimi i rrjeteve të bashkëpunimit, si dhe më pas është një prioritet tjetër zhvillimi i teknikës së asistencës, pra të ndihmës. Në këto, sigurisht në të gjitha në këto 3 vjet, pastaj ndahet se cila fushë apo si prioritet ndahet në përqindjet e tyre dhe sigurisht që në këtë, si thua, në këtë bashkëpunim apo në këtë fond i cili Komiteti Evropian e ka hedhur për të promovuar, për të mbështetur projekte të tilla, natyrisht që në ndryshim të vogël nga projektet e Interreg, pra projektet e përparshme të Interregut, ky projekt presupozon edhe një ndihmë apo një asistencë edhe të institucioneve lokale që do të marrin pjesë. Pra, në rast se flasim që i gjithë totali i këtij fondi do të shkojë rreth 128 milion euro, bashkë me asistencën që do të japin vetë shtetet, pra një kontribut i vetë shteteve, shkon rreth 150 milion euro. Pra rreth 20 milion euro do të jenë asistenca apo ndihma bashkëpunimi dhe bashkëveprimi financiar i vendeve të cilët do të preken nga këto projekte. Sigurisht pastaj programi përshkruan mënyrat se si do të bëhet kjo ndarje, mënyrat prioritet kryesore pastaj detajohen dhe i japin një kuadër shumë të gjerë, i cili sigurisht që këtu nuk është vendi për të bërë një prezantim të detajuar, kushdo mund të interesohet edhe mund ta gjej, siç mundet të informohet shumë shpejt edhe për partnerët që do të jenë shumë shpejt. Po, në fakt zoti Xuza, mendoj se do të ishte me interes dhe për publikun të dinin. Këto projekte paraqiten nga këta persona që janë të interesuar apo bashkia në emër të individëve paraqet projektet dhe pastaj konkurrojnë. Po, drejt. Atëherë, në këto projekte kanë të drejtë të marrin pjesë kushdo, fjalë nga institucionet, dhe sigurisht institucionet kryesorë duhet të jenë patjetër, sepse duhet të japin miratimin që këto projekte ose janë dakord që këto projekte me fani të zhvillohen. Pastaj futen aty brenda operatorë të ndryshëm, subjekte, shoqata, NGO dhe institucionet të tjera të cilat kanë sigurisht të drejtë ligjore për të zhvilluar aktivitete në këto fusha që unë përmenda. Momenti tashishëm është sigurisht informimi dhe kur thash që bashkia e ka një material, me fjalë mundet që ky material të shpërndahet. Si hap të parë që po ndërmerret, bashkia vetë nuk ka ndonjë duar lidhur, po jo vetëm bashkia, por edhe qarku, edhe prefektura, të treja së bashku në këto ditë do të shkojnë në Itali, në Bari, pikërisht për të marrë pjesë në një mbledhje, e cila do të jetë një mbledhje, ose thuash, për të njohur partnerë të mundshëm të ardhshëm, por dhe që brenda një kohe prej 1 muaji,
do të bëhet shumë shpejt e mundur të realizohen disa projekte, ku do të marrë pjesë edhe bashkia, edhe qarku, edhe prefektura, dhe secila do të ketë mundësi që të nënshkruaj në një projekt me njësër operatorësh. Në Itali do të jenë përveç operatorëve shqiptar, do të jenë edhe nga Italia sigurisht, që është vend pjesë, pastaj do të jenë edhe nga Kroacia, do të jenë edhe nga Greqia. Më pas, faza tjetër do të jetë një mbledhje që do të zhvillohet në Shqipërinë, do të thënë në Saranda, do të thënë në Fier, me që i bie që Fieri të jetë si zonë me fjalë ndërmjetëse midis Kroacisë, Greqisë dhe Italisë, ku besohet që në fund të shkurtër apo në fillim të marsit të nënshkruhen projektet e para flas të këtyre që unë me fjalë jam në ndjenjë dhe jam nga ata që po mundohem që të ndihmojmë me asistencë për të paraprit pastaj rrugën edhe të projekteve të tjera, të subjekteve të tjera, të individëve apo personave të tjerë që mund të. Zotit Zoda u shpreh pak më parë që janë në dispozicion rreth 150 milion euro të marrë së bashku. Nuk e di nëse apo është herë të flasim për një fond enkas për trashëgimi kulturore, për turizmin, flasim për qarkun e Fierit duke qenë sepse jemi në qytetin e Fierit. Shumë qartë, atëherë si koncept kryesor është ky që çdo projekt ka maksimumin e tij, me fjalë ka një tavan ku mund shkojë, tavan financiar flas. Projekti me fjalë që mund të financohet më tepër mund të shkojë rreth 2,5 milion euro. Pra, edhe që do të përfshijë në këto fusha që unë thash. I ka ndarë ky program, pra ky bocet programi, i cili do të shpallet më pas në një fazë tjetër, i ka ndarë në bazë të prioriteteve edhe fondet. Për shembull, fondi për zhvillimin ekonomik të bashkëpunimit ekonomik institucional shkon rreth 45 milion euro. Ndërsa prioriteti për zhvillimin e kulturës dhe të trashëgimisë kulturore shkon rreth po aq 45 milion euro. Më pasaj kanë diçka më pak prioritet tjera, por kur flas zhvillimi ekonomik edhe në një rrjet institucional ka një të tillë fond për 45 milion euro dhe po aq e ka edhe zhvillimi për kulturën dhe trashëgimimin kulturor, do të thënë që vërtet që në këtë rast, në këtë program zhvillimit të kulturës, të trashëgimisë kulturore i zhvon një rëndësi mjaft e madhe dhe sigurisht që do të ketë mundësi dhe fusha që të shprehen shumë subjekte edhe të Shqipërisë, po pse jo edhe të Fierit. Se kush do të fitojë, pastaj kjo gjithçka varet nga profesionaliteti i mënyrës aplikimit, i përfshirjes i partnerëve në bazë të këtyre kriterëve dhe sigurisht i besueshmërisë së këtyre partnerëve duke patur parasysh dhe eksperjenca të kaluara. Dhe unë mendoj që Fierish nga ato rajone që ka qenë prezent disa projekte të Interregut dhe i plotëson të gjitha mundësitë për të qenë një nga partnerët shumë të besueshëm për të gjithë ato institucione apo rajone apo bashkitë Italisë, Kroacisë, Slovenisë, Greqisë që do të kërkojnë të bashkëpunojnë për këto projekte. Po, folëm pak më parë që do të ketë një bashkëpunim të ndërsjellë ndërmjet këtyre vendeve që lagen nga deti Adriatik. Ky bashkëpunim do të jetë përpara se të hartohen projektet apo ndoshta do të vi pas miratimit të projekteve në fjalë të paraqitura? Natyrisht që e mira është që tash të njihen, sepse duke u njohur sigurisht shkëmben dhe mendime, duke shkëmbyer mendime, sigurisht hartimi është një proces teknik i cili mund të kërkojë 2 javë. Me seriozitet dhe projekt. Natyrisht, duke u njohur sigurisht që bëhet piqen mendimet, piqet projekti zhvillohet në një ombrelë mjaft profesionale, kështu që natyrisht sa më shpejt filloj ky bashkëpunim, aq më mirë është njohja bashkëpunimi. Prandaj edhe Bashkia e Fierit bashkë me qarkun, bashkë me prefekturën, është mjaft nevojshme ftesën që është bërë nga Italia për të njohur pikërisht me të tilla bashki që janë në Itali, nga Kroacia dhe Greqia për të hapur pikërisht për të njohur dhe për të hapur rrugë pastaj fazës tjetër kur në Saranda apo në Fier do të nënshkruhen disa nga këto projekte. Por nuk do të thotë që do të jenë vetëm këto projekte, do të jenë ndoshta edhe të tjerë projekte sepse shumë shpejt brenda muajit shkurt unë mendoj, besoj nga eksperjenca të paktën time në projektin Interreg në muajt e fundit sigurisht që do të ketë një dyndje në thonjza të institucioneve të huaja, sigurisht sepse pa partner
të disa vende, siç e thash, baza është që të paktën 3 vende do të marrin pjesë në një projekt. Kështu që të paktën 3 vende natyrisht do të ketë vend edhe për partnerë tjerë, edhe për zona apo rajone si Durrësi, Vlora apo etj. Sigurisht do të fitojë pastaj kushdo shpreson që do të fitojë. Po, thamë që brenda këtyre projekte përfshihet dhe zhvillimi ekonomik. Çfarë nënkuptojmë me zhvillim ekonomik në kuadër të projektit gjithmonë? Domethënë do shfrytëzojmë këto resurse që ka qyteti i Fierit në rastin konkret? Po natyrisht, për zhvillimin ekonomik janë disa prioritete bazë të cilat i përshkruan ky program ku do të për shembull është zhvillimi ekonomik do të ketë precedencë kërkimet shkencore dhe kërkimet e reja, sidomethënë dhe inovacionet në fushat të ndryshme të shkencës, të zhvillimit ekonomik. Gjithashtu do të ketë një suport financiar për krijimin e networka apo të rrjeteve të bashkëpunimit midis këtyre vendeve, pa shkëmbim eksperjencash. Për shembull, binjagëzimi, po jo vetëm binjagëzime, sepse binjagëzimet nga një ngrin letër dhe thjesht janë një dekorat në tepër dhe asgjë më tepër. Por këtu flitet për një krijim rrjetesh në bazë të projekteve kur eksperjenca ndryshme shkëmbehen. Jo thjesht për binjagëzime, sepse nuk financon njëri për binjagëzime. Këtu flitet për krijim në rrjet të institucioneve të cilat merren me këto kërkime shkencore, zhvillime ekonomike të tjera, në rrjet midis këtyre vendeve të rajonit, shkëmbim eksperiencës, por në bazë të programeve të saktuara. Pra, në rast se për shembull për Fierin do të ketë një studim apo do të ketë një eksperimentim për një fushë caktuar të zhvillimit ekonomik, sigurisht që ai do të financohet nga Komiteti Evropian, por ai do të shërbejë si bazë edhe eksperiencës të vendeve tjera, apo vendet tjera do të japin eksperiencë rajonit të Fierit. Pra, kështu vepron dhe kështu është koncepti i bashkëpunimit. Pra, fondet jepen gjithmonë në bazë të një programi të cilët ka një datë fillimi dhe një datë përfundimi në bazë të rezultatesh. Jo më kot. Sigurisht që procedura pastaj e zhvillimit të këtyre projekteve është një procedurë mjaft e ngjeshur, mjaft aktive, monitoruesët janë mjaft prezent, mjaft rrept, që nuk lejojnë absolutisht të ketë abuzime apo forma të tjera të cilët për fat keq ne mësuar që të ndodhin në Shqipëri. Kontrollet e tyre janë kontrolle tepër të rrepta dhe rigoroze. Dhe siç ka ndodhur dhe në projektet Interreg, ka patur raste që vendeve të tilla si Bullgaria apo Rumania u janë hequr, si thuash, miliona euro pikërisht sepse kam verifikuar shkelje apo mënyra të parregulla zhvillimi. Po. Zoti Xoza, jeni njohur në qytetin e Fierit si producent i festivaleve ndërkombëtare, ndërsa sot na vini si këshilltar i Ministrit të Kulturës, apo jo? Cili është roli i Ministrisë së Kulturës në këtë lloj projekti të Komunitetit Evropian? Pyetja është shumë e vënd, roli është thelbësor, sepse pa miratimin e Ministrisë së Turizmit dhe Kulturës, natyrisht që asgjë nuk mund të zhvillohet. Pra, enti bazë është shteti, është qeveria, e cila ka mekanizëm kryesor ministrinë, flas në fushën e kulturës dhe të turizmit, është Ministria e Turizmit dhe Kulturës, dhe sigurisht që baza e ndihmës apo e kontributit financiar të shtetit shqiptar në këtë rast sigurisht do të përballohet nga shteti, pra nga ministria, dhe një pjesë sigurisht do të shpërndahet edhe nga bashkia apo komunat të cilat do të preken nga ky projekt. Sigurisht flas për ato bashki, ato komuna që do të fitojnë, sepse do të kontribuojnë ato bashki, ato komuna, sigurisht ministria do të kontribuojnë në përgjithësi për një shifër X. Dhe sigurisht pastaj do të ketë një shifër relativisht shumë e ulët nga këto komuna, por për ato komuna që do të fitojnë të paktën një projekt. Ndryshe sigurisht që s'ka sens që të investojnë për projekte që nuk zbatohen në vend. Po, zoti Xoza, në qoftë se do të bazohemi në një skemë feedbacku, çfarë përfiton komuniteti Fierak në rastin konkret apo dhe për komunat që ju paraqesit? Po, shumë drejt. Atëherë, sigurisht që dihet që mjeti bazë i cili sjell zhvillim është natyrisht ai financiar. Dhe pa financë dihet që zhvillimi është, po të mos thënë që është zero, është shumë i avashtë.
Natyrisht, këto fonde janë fonde të cilat japin një ndihmë pikërisht për të zhvilluar dhe për të harmonizuar forcat të ndryshme që janë në vend dhe në eksperiencë ndërkombëtare për të çuar në standarde më të larta këto. Ajo që ju thatë, feedbacku, përfitimi që do të ketë vetë komuniteti, natyrisht, unë mendoj që në rast se jemi në fushën e trashëgimisë kulturore, në rast se për shembull në zonën e Firit do të fitojë të paktën një projekt dhe operatorët apo institucionet Firit do t'i bjerë një përfitim rreth diku ke 400 apo 500.000 euro apo 300.000 euro. Natyrisht u them që me një fond të tillë them që do të jetë mjaft i ndjeshëm në përputhje me realizimin e aktiviteteve të ndryshme, por edhe në zbatim të disa normave standarde për të ngritur normat standardet në bazat profesionale cilësore, kam fjalën për teknikën, kam fjalën për zhvillimin profesional e tjera. Pra, jo çdo gjë do të zbatohet në terren, por do të ketë rëndësi edhe zhvillim profesional i qoftë i njerëzve, por edhe i teknikës që do të vijë në zbatim. Sepse në rastin e flasim që një projekt mund të jetë rikonstruktimi për shembull i një skene diku në Apolloni, apo në rast se do të përfshihet teatri Bylis në një nga këto projekte, aty përsupozohet edhe rikonstruktimi i tij, sigurisht që përfitimi do të jetë mjaft i madh, sepse përveç ndriçimit, skenës, sigurisht pasaj gjithë rikonstruktimit të ajrit kondicionuar të gjitha këto janë ndihmë edhe për të ardhmen sigurisht që spektatori do të ketë mundësi të ndjeki aktivitetin në një formë dhe standard krejtësisht tjetër. Okej. Thatë që të gjithë të interesuarit mund të paraqiten pranë Bashkisë Fier. Nuk e di nëse ka një zyrë informacioni ku mund të paraqiten të interesuarit, do ketë një administrator kush do i menaxhojë kërkesat e tyre, projektet. Dhe si do merren vesh ata që janë të interesuar? Po, sigurisht që për këtë mund të interesohen në bashki, sigurisht që aty do të ketë dikush, nuk e di, por do të jetë dikush që do t'i informoj se çfarë duhet të bëjnë, se çfarë mund të bëjnë. Gjë më pak është që t'i vihet ky material në dorë, ata të krijojnë idenë se për çfarë bëhet fjalë. Neve sot po përshkruajmë diçka, ndoshta nuk e di ai jemi dhe të qartë për spektatorin, sepse një projekt kaq i gjerë nuk mund të përmbledhet në pak minuta. Pra, por kjo sigurisht është një parathirrje për shumë subjekte që ata interesohen të marrin vesh se ç'po. Sigurisht që ka forma nga më të ndryshme. Është një website i Komitetit Evropian i posaçëm për të, i cili 24 orë në ditë të ri hapur dhe aty mund të marrësh informacion mbi gjithçka. Se kur do të hapen konkursi, pra kur do të shpahet konkursi, si janë rregullat bazë. Sigurisht. Aplikimi, pastaj unë kam rezervat e mia, sigurisht aplikimi është një formë tepër e ndërlikuar për operatorët shqiptar. Nuk e them absolutisht për të pezmatuar dikë, por nga eksperjenca jonë, mënyra e aplikimit është tepër rigoroze. Qoftë edhe mënyra gabimi i vogël në shprehje apo në mënyrën e formatimit të nxjerr jashtë aplikimit para të skualifikon. Dhe sigurisht që në këtë hetim këtu do të ishte mjaft me rëndësi lidhe me partnerët tuaj, të cilët i kanë bërë përpara këto projekte, pra siç janë partnerët, qoftë Italia, qoftë Greqia, Kroacia, Slovenia, pa këta partnerë, pa ju kërkuar atyre eksperiencë në mënyrë se si formatohet, se si qoftë dikush kërkon që ta formatojë të aplikojë vetë me fjalë me shoqatën apo me subjektin e tij, natyrisht drejt e tij dhe askush nuk e pengon. Por duhet patjetër të marrë një informacion tepër rigoros, sepse nuk është e thjeshtë. Ato formatet që ne kemi parë të aplikimeve të kaluar të Interregut për shembull ishin mjaft të komplikuara. Pra është një volum mjaft i madh dosje materialesh të cilat gabime i vogël të skualifikohen siç thash. Një gjë është e rëndësishme, këto projekte janë një hap i madh për Shqipërinë përpara. Jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për disa vende të tjera që preken siç është Bosnia Hercegovina apo Malezi. Sepse në rast se deri sot projekti Interreg presupozonin që
mund të zhvillosh edhe midis dy vende, pra siç ka pasur Interreg midis Italisë dhe Shqipërisë, të rajoneve të ndryshme si Puglia, apo Veneto, apo Friuli Venezia Giulia, me Shqipërinë, apo siç kanë qenë projekte ndryshme midis Italisë dhe Greqisë, apo Greqisë dhe Shqipërisë, më pak sigurisht, por ka pasur projekte të tilla të Interregut, kishte një normë të caktuar financiare ku partnerët që janë antarë të Komunitetit Evropian ishin krejtësisht të privilegjuar, sepse kishin të drejtën e 90% të fondit të vënë dispozicion për të përfituar ata, për zhvilluar programin, ndërsa të gjithë partnerët pra e vendeve të cilët janë në fazën e marrëveshjes së stabilizimit të asocimit, kishin drejtën e 10%. Kjo natyrisht i vjen në një pozicion çik të vështirë dhe sigurisht që në këtë fazë shumë operator apo shumë subjekt apo institucione të cilët do të thonë më ndjekin në këtë moment, natyrisht që më japin ndjes sepse ata vetë kanë shprehur pakënaqësitë për këtë lloj distancimi. Por ashtu ishin rregullat dhe kështu është zhvilluar. Në këtë rast, programi IPA edhe disa programe të tjera zhvillohen në një koncept kësaj tjetër, në koncept partneriteti dhe bashkëpunimi, e cila mund të jetë edhe 50-50%. Kjo varet se do të bien dakord partnerët midis njëri tjetrit. Por nuk ka më barrera të tilla, për shembull, thosha distancuese apo vënë në një pozitë të vështirë të partnerit, si fjala partner shqiptar apo dikush tjetër. Pra, në këtë moment është e rëndësishme informimi, është e rëndësishme menjëherë hapja e telefonit apo të çdo mjedi tjetër për të gjetur partnerë të ndryshëm dhe sigurisht pasaj për të futur në procedurën teknike për realizimin teknik të projektit. Po, zoti Zoza, dhe diçka të fundit, le të jemi pak koshient, gjithmonë qyteti i Fierit ka qenë i përkëdhelur nga fati për sa i përket projekteve, sidomos të zhvillimit kulturor. Gjithmonë ka patur mundësi ardashësi të ndjek si në qytetin antik ashtu edhe në qytetin e Fierit. Nuk e di, nga përvoja juaj, a mund të flasim me nota optimizmi për të gjithë ata që interesohen për këtë lloj projekti, pra të japim një tjetër? Pa diskutim. Unë do të thoya që nuk është vetëm fat që Fieri vërtet i ka këto aktivitete që thonë ju, por unë do të thoya që është një vëmendje edhe institucioneve të Fierit, sigurisht e bashkisë, qarkut, prefekturës, të cilët kanë ditur të kuptojnë që zhvillimin përgjithësi i një zone ka disa prioritete dhe ato prioritete që janë shumë sensible, që janë të ndjeshme. Një nga ato prioritete është dhe pikërisht dhe kultura. Këto institucione kanë arritur të kuptojnë që me anë të një promovimi, pra të një prezantimi të kulturës tyre, të vendeve kulturore, historike, sigurisht që të rrihet vëmendja e shumë operatorëve të huaj, ndërkombëtarë të tjerë. Dhe është një logjike e cila gjithmonë ka dhënë rezultat kjo. Pra, sa më tepër të dish të promovosh, sidomos të promovosh kulturë, të promovosh historinë tënde, atë histori që neve për fat të mirë, për fat të madh kemi çaj tregojmë botës. Natyrisht që në këtë mënyrë shumë vende s'ka nevojë këtu se lista është shumë e gjatë, por mjaft të përmendim Greqinë, Italinë, Francën e tjerë, të cilët janë kampion të mënyrës së prezantimit të kulturës tyre. Unë do të shpreh vetëm një moment ku, për shembull, vetëm Greqia, vetëm nga Komuniteti Evropian, për zhvillimin e prezantimit të historisë saj, të kulturës saj, ka marrë të paktën në projektin Interreg mbi 70 apo 80 milion euro. Një shifër që nuk është e vogël dhe në krahasim me vendet tjera nuk është e vogël. Kurse nga buxhetet, natyrisht mjaft të mendim buxhetin italisë i cili për kulturën dhe artin, për promovimin e këtyre vendeve dhe për zhvillimin e aktivitete në këto vende, pra lidhjes së turizmit dhe kulturën në atë që quhet turizmi kulturor, është një buxhet stër gjigant që natyrisht kushdo nuk e kupton sepse ndodh kjo gjë, sepse nuk mund të kuptohet që 10% o 15% e buxhetit të përgjithshëm të shkojë në fushat të cilët në vështrimin e parë japin më pak përfitim të menjëhershëm financiar. Por sigurisht që feedbacku që thatë juve është krejtësisht i realizueshëm, i suksesshëm dhe ka treguar eksperjenca e këtyre vendeve, zhvillimi i tyre që
dhe jo më kot Komiteti Evropian i jep një prioritet të veçantë këtyre fushave, sepse e di që zhvillimi i zonave të tilla, duke promovuar sidomos turizmin kulturor apo turizmin apo agroturizmin, duke kthyer shumë qendra të ndryshme urbane siç ka bërë Greqia për shembull në vende turistike të vizitueshme nga një grup turistik i cili gjithmonë po vjen në rritje, sigurisht që ky është një feedback mjaft i madh vetë për komunitetin. Në rastin e do të arrijmë për shembull të krijojmë në gjithë komunitetin e Fierit fshat turistik apo pse jo fshatat të cilët janë sot fshatra me një ekonomi të kufizuar në zhvillim. Në rast se do të dimë që me anë të projektesh të ndryshme, qoftë të këtyre të Komitetit Evropian, t'i kthejmë në baza turistike apo Bregdeti i qytetit apo gjithë rajonit të Fierit, që nuk është pak dhe që është krejtësisht i vigjit, do të dihet të investohet për të kthyer në një qendër turistike, natyrisht që gjithë komuniteti do të jetë jashtëzakonisht, do të ketë një përfitim të jashtëzakonshëm. Edhe zhvillimi sigurisht do të jetë shumë i shpejtë dhe me ritme shumë më të favorshme. Zoti Xoxa, më mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj që e pranuat ftesën tonë dhe u bët pjesë e këtij bashkëbisedimi. Unë falenderoj juve dhe sa herë të keni dëshirë. Me kënaqësi do të jem prezent. Miq të nderuar, ju kujtojmë se kemi qenë me zotin Agron Xoxa, këshilltar pranë Ministrisë së Kulturës. Unë ju falenderoj të gjithëve ju që na ndoqët këto minuta, bashkë mirupafshim.